e spastrimit të heshtur etnik të shqiptarëve nga Shqipëria, duke vërtetuar kështu se Partia Demokratike jo vetëm është partia qëndresës pa mposhtur, por njëherazi partia realizimit të pamundurave për kombin shqiptar. Partia vizionit të sotëm dhe të ardhmes të Shqipërisë dhe shqiptarve. Të dashur miq, në udhëtimin tonë të vështirë, ne vazhdojmë punën për të përmbushur një tjetër premtim që u dham shqiptarve, mbrojtjen e votës, dhe fal punës tuaj të ndershme me vetmohim, fal dokumentave tona, fal përkushtimit dhe persistencës, arritëm që raporti ndërkombëtar i OSBE-ODIHR-it sot është dokumenti, ligji ndërkombëtar që fakton se Edi Rama shndroi zgjedhjet e vitit 2025 në një fazë të shëmtuar elektorale. Përpjekjet e lobimit korruptiv të tij për të parandaluar këtë raport dështuan plotësisht. Miq, jo vetëm kaq, por ne në fakt këto vite u përballëm si asnjë opozit tjetër në Europë, jo vetëm me një qeveri autoritare, por me keqja e të gjitha të këqijave, ne u përballëm me një qeveri organizat kriminale të kryesuar nga Ramaduro i Europës. Dhe de facto e drejtuar nga klanet më të rrezikshme, më të fuqishme të marijuanës, kokainës në Europë dhe në botë. Miqtë e mi, ne u përballëm këto vite me sundimin e krimit dhe drogës, me urdhrat, vendimarrjet e saj. Ne u përballëm me një propagandë që 24 orë mbi 24 orë mashtron, trillon, manipulon shqiptarët. Ne u përballëm me një sundim të mediave nga narkoqeveria që po adaptojnë një censur të tmerrshme ndaj opozitës. Ne u përballëm me glorifikimin e të keqes, demonizimin e të vërtetës, demonizimin e opozitës. U përballëm me një qeveri kriminale që vjedh miliarde e miliarda euro nga taksat dhe pasuritë publike dhe vjedhjet e saj i shtron në vota, votat i shtron në vjedhje të reja. Miqtë e mi, nuk e bëj pa qëllim të këtë rikujtesë të këtyre viteve të fundit, por e bëj sepse pas kësaj maratonet e gjatë, opozita ka arritur tani pikrisht në kilometrin e fundit, përpara triumfit të saj, dhe këtu nuk do të kishim arritur kur pa bërë punën që kemi bërë, pa arritjet që përmenda, pa patur si parti të vërtet opozitare Partinë Demokratike, pa mbështetje ndërkombëtare që kemi sot, pa dokumentat që disponojmë, që faktojnë farsë elektorale. Misioni ynë, shpëtimi i Shqipërisë, do mbetej thjesht një aspirat pa mundësi reale për të konkretizuar. Ndaj dhe njëherë të dashur demokratë dhe demokratë, nuk jemi kur aty ku ishim, nuk jemi më në rrugë pa krye, nuk jemi në mjegullnaj, por jemi në kilometrin e fundit, jemi në agun e triumfit tonë.
Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se Edi Rama nuk iken me farzë zgjedhore. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se diktatura nuk iken me vot, por ato ikin shemben me revolt dhe vetëm me revolt popullore. Ja ku jemi ne sot. Sot, shumica e shqiptarëve kanë të qartë se Edi Rama kryeson organizatën kriminale më të rrezikshme në Europë. Sot, shumica e shqiptarëve kanë të qartë se Maduro është kreu i narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Sot, shumica e shqiptarëve kanë të qartë se Palloshi Lubis është pengu i saj. Sot, shumica e shqiptarëve kanë të qartë se Gyzagasi është Rama i Errësirës dhe se Mirlinda e Akshit është si motër siameze e lindës së Surrelit. Sot, shumica e shqiptarëve po e kuptojnë dhe se Rama ka bllokuar drejtësinë për të mbrojtur veten, familjarët e tij, pasi ka vjedhur jo miliona po miliarda. Sot, shumica e shqiptarëve ka të qartë se kryehajduti i shqiptarëve nuk iken nga drejtësia, por ai përmbyset vetëm nga zemrimi, revolta dhe vetëm revolta juaj. Mirë po, nëse sot gjendemi në kilometrën e fundit të opozitës tonë, përveç arritjeve tona dërtanishme, edhe për një arsye tjetër, ne do triumfojmë. Dhe kjo arsye është kriza e thellë që Edi Rama po kalon me narkoshtetin që po i shembet përsipër, e pat ju vetë. Një javë të tërë, Edi Rama kërkosej me një ftesë formale që presidenti Donald Trump ju kishte bërë vendeve partnere për bordën e paqes. E pas se si Rama e përdori atë ftesë për të shitur veten, sigurisht arkitekti i bordit, sigurisht themeluesi, por çfarë ndodhi? Ndodhi që në mbledhjen themeluese të bordit, aty ku firmos bordi i paqes në Davos, Edi Rama nuk e pranon të salla. Edi Rama gjendej në parlament, duke bërë avokatin e Lubis, duke uluritur, duke sha si ordiner opozitën.